Unë besoj se ka qenë hera parë që ty të kanë shoqëruar në polici në rastin kur u përplasë me këshilltarin bashkiak. Si unë ndjeve, a menove për një moment që qa më desht më fut në këtë punë me reagua? Sigurisht nuk e prisja të arrestohesha, se madje unë për mendimin tim unë e quaj të poshtër atë që më ndodhi mua, jo se më ndodhi mua, kujtdo që do t'i kishte ndodhur, ajo duhet konsiderohet e poshtër, sepse të shkosh të mbrosh një kauzë të drejtë, të jesh përfaqësues i banorëve të fshatit ku ti banon, nuk jam i huaj, pra edhe kjo duhet kuptuar, edhe për këtë gjë ti të arrestohesh me urdhër, kjo për mendimin tim është shumë e poshtër. Dhe njeriu, pra dikush i cili merret me politik nuk duhet ta bëjë diçka të tillë. Është e papranueshme. Dhe sigurisht që unë nuk e mendoja që do isha i arrestuar ndonjëherë, se nuk kisha bërë ndonjë gjë që të arrestohesha, për më tepër që gjithë jetën në 27 vite sa jetë kisha unë ato momente, unë se kisha thyer ndonjëherë ligjin. Jo më të kisha bërë, nuk po flas për anë të tjera, po ligjin nuk e kisha thyer ndonjëherë. Edhe se kisha çuar kurrë në mendje që unë isha i burgosur.